E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi me mua Tirona Lilin, pikërisht në kanalin Rëfi me Jete, për të komentuar mbi një ngjarje që ju e dini shumë bukur, vite më parë na ka tronditur të gjithëve. Unë jam gazetari që në fakt e kam trajtuar jashtëzakonisht shumë rastin e Martin Canit. Arsyeja që unë e kam trajtuar këtë rast ka qenë fakti që padrejtësitë të mos të harohen dhe padrejtësitë të mos të përgjumen, sepse fatkeqësisht në shtetin ton shqiptar jemi mësuar që padrejtësitë të jenë të përgjumura, padrejtësitë të jenë në tokë, edhe asnjëherë të mos të kërkohet e drejta për një djalë i cili e humbi jetën në mënyrën më të dhimbshme të mundshme. Por, përpos që kjo familje humbi të birin e tyre në moshën më të bukur, në moshën të artë, në moshën të ndritshme, dhimbja më e madhe po vazhdon t'ju shtohet nga padrejtësitë që po u ndodhin edhe tani kur Martini ka bërë vite që nuk është në mesin tonë. Unë kam menduar realisht që institucionet, mësimdhënësit, në këtë rast drejtoresha, në këtë rast do të solidarizohesh të jashtëzakonisht shumë me familjen e Martinit, por dhimbja më e madhe që po ndodhen dhe u hesht, do të thënë nga një sistem politik siç duket mirë i korruptuar, e humbet fuqinë e të qenurit një nxënës i përkujtueshëm gjithmonë. Tani, prindërit e Martinit në format e tyre do ta shprehin dhimbjen e të birit dhe do të vënë pikat ku ato do ta kujtojnë djalin e tyre. Fillimisht një herë u dha si mendim që shkollës Fanoli t'i ndrohet emri dhe t'i vehet emri Martin Cani. Nga familjarët e Martinit dhe nga rrethi më gjërë nëpër intervistat që nëna e Martinit, zonja Florina Cani, ka dhënë, ka treguar që drejtoresha nuk ka shprehur asnjë lloj interesi, qoftë edhe për të ngushëlluar këtë familje 1-2 minutësh, jo më shumë. Tani, se çfarë sistemi kemi ne arsimor, kjo po dëshmohet çdo ditë, që do të thënë shoqëria jon po dështon, shkon drejt dështimit. Këtu fajtor janë nga drejtoreshat, që kanë do me thënë këtë qëndrimin, drejtorët, që karigjen e kanë më në interes, se sa jeta e fëmijëve, se sa e ardhmja e fëmijëve, se sa të ndërtuarit një shoqëri të shëndetshme. Dhe në anën tjetër edukatorët, që do me thënë nuk ju intereson fare për fëmijët, për nxënësit, nuk e quajnë punën e tyre më së shumti humane, sa e quajnë një orar të cilin duhet të shkojnë, ta përfundojnë edhe të kthehen në shtëpi. Do me thënë, shkolla ka marrë fund, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjitha vendet ballkanike. Tani çfarë ndodh? Familja e Martinit ditë më parë vendosi që një stol ta vendos në ambientet e shkollës, aty ku Martini ka hedhur hapat e parë, aty ku Martini ka folur fjalët e para, aty ku Martini gëzoi me shoqërinë, aty ku Martini këndoi bashkë me shoqërinë, aty ku Martini e jetoi pothuajse ditën më të gjatë në jetën e tij, do me thënë orët më të gjata. Pasi që ky stol ishte miratuar nga institucionet kompetente, drejtoresha vendosi që mos të lejon dhe sot ky stol është anash. Pyetja ime që në fakt shtrohet kundër drejt kësaj drejtoreshe është se ç'të keq ka, në qoftë se në këtë shkollë vehet një stol me dedikimin e Martinit. Është problemi te ju që ju nuk e shikoni dot atë stolin sepse e ndjeni veten fajtor për këtë ngjarje që ka ndodhur dhe keni krijuar një bindje që në qoftë se ky stoli nuk do të vihet këtu, unë të paktën nuk e kam parasysh, do me thënë nuk më kujtohet imazhi i tij, apo thjesht do me thënë keni një inat me këtë familje që nuk e lejoni këtë stol. Unë mendoj që çfarë janë shenja në kujtim të fëmijëve që ne i kemi humbur padrejtësisht, të fëmijëve që ne i kemi humbur nga mos kujdesi,
se këtu ka mos kujdes të madh, domethënë. Ka mos rregull, gjërat nuk janë siç duhet, domethënë shoqëria jonë nuk merret me gjërat primare, po merret me gjërat sekondare që realisht në thelb nuk kanë asnjë lloj, domethënë asnjë lloj vlere nuk kanë. Dhe pikërisht drejtoresha lëndon këtë familje edhe më shumë. Unë mendoj që e rregullit ishte që drejtoresha atë ditë të dilte dhe të priste të jatin e Martinit, njëherë pikë së pari për ta përshëndetur dhe për ta ngushëlluar edhe njëherë dhe për t'i treguar që ne të gjithë së bashku mundemi të marrim një shembull, sepse unë e kuptoj se familja Cani çfarë force tregon. Familja Cani të birin e tyre sot don në një farë mënyre ta ketë simbolin e shembullit se si duhet të rriten fëmijët e tjerë dhe çfarë gabimesh nuk duhet të bëjnë fëmijët e tjerë që të mos lëndojnë familje, të mos lëndojnë prindër, të mos lëndojnë nën, të mos lëndojnë baba, të mos lëndojnë zemra. Do me thënë, kjo është mesazhi që kjo familje dëshiron ta jep. Dhe mesazhi tjetër që kjo familje dëshiron ta jep është që shoqëria gjithmonë kur të ulen në atë karige, të mos të harrojnë kur emrin e Martin Canit. Si nuk harrohen njerëzit. Njerëzit nuk harrohen kur veprat flasin për to. Dhe drejtoresha nuk lejon që një vepër e këtill, do me thënë, një stol i thjesht, të jetë në një pozicion në këtë shkollë që realisht meriton të jetë, sepse Martini aty dhe dha frymën e tij, dha jetën e tij. Dhe kjo në fakt është çnjerëzore. Unë mendoj që para se ne të marrim pozicionet në institucione, para se ne të marrim titujt në për institucione, ne të mundohemi të jemi njerëz. Të mundohemi të jemi qenie me këmbët në tokë. Sepse duke mos e respektuar veten tonë në aspektin e të qenurit njeri, të qenurit individ, ne thjesht, do me thënë, shkatërojmë gjithçka që ne kemi ndërtuar. Dhe unë uroj me zemër që ky stoli të mos të heshtet, jo më kot e flasun sepse u hesht, nuk flitet më, por le të jetë një zë i ngritur, le të jetë një temë për folur, le të flasin të gjithë dhe le të kërkojmë të gjithë që emrat si Martin Cani dhe të gjithë fëmijëve të tjerë që ne i kemi humbur, të mos të jenë emra të humbur, por le të jenë emra të fituar, emra të gëzuar dhe emra që të përmenden gjithmonë në shoqërinë tonë. Le të mësojnë fëmijët se çfarë historie ka patur Martini, që ato të mos t'i bëjnë nesër të njëjtat gabime siç bëri Mario, miku i Martinit, për një inat që kishin dy çunat mes veti që realisht unë e përgëzoj familjen Cani, që diti të jetë një familje e kulturuar intelektuale. Këtë mesazh po e adresoj drejt asaj drejtoreshe dhe le të bëhemi të gjithë zemër mirë, le të vendosim pikat mbi i, le të flasim aty ku duhet folur.